Një shtetës shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar nga policia kufitare në pikat e kalimit Moriçan në momentin kur po tentonte të hynte në territorin e Shqipërisë. I ndaluari është Spartak Jaunu, 56 vjeç me banim në Fier, i cili rezultoni dënuar në gjykata e apelit në Ancona, Itali, me 16 vjet e 4 muaj burg për përfshirje në një organizatë kriminale të përfshirë në trafik droge dhe shfrytëzim prostitucioni. Burimet pranë policisë kufitare bëjnë me dije se arrestimi u bë i mundur kontrolleve të shtuara në pikat kufitare dhe shkëmbimit të informacionit në kohë reale me Interpol Tiranën. Pas verifikimit të dokumentave dhe krahasimit të dhënave me sistemin e kërkimeve ndërkombëtare, rezultoi se Joanu ishte në listën e personave të kërkuar nga autoritetet italiane. Sipas burimeve hetimore, 56 vjeçari ka qenë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal me aktivitet të shtrirë në disa qytete të Italisë, ku përveç trafikimit të lëndëve narkotike, grupi merrej edhe me rrjetin e organizuar të prostitucionit, duke rekrutuar dhe shfrytzuar vajza, përfshirë dhe shtetëse nga vendet e Europës Lindore dhe Ballkanit. Mësohet se Joanu kishte kohë që kishte zhdukur nga qarkullimi në Itali dhe dyshohet se ishte fshirë në vende të ndryshme në rajon për të shpëtuar dënimit. Ai po përpiqej të hynte në Shqipëri në mënyrë të rregullt, por kontrollet e detajuara në kufi dhe sistemi i përbashkët të dhënave ndërkombëtare sollën kapjen e tij. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën tashmë ka nisur procedurat për ekstradimin e tij drejt Italisë, ku ai do të vuajë pjesën e mbetur të dënimit. Ky është një tjetër rast që tregon bashkëpunim efikas ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar dhe një sinjal i qartë se autoritetet shqiptare po intensifikojnë kontrollet për të ndaluar personat që kërkojnë të fshihen në Shqipëri për të shmangur drejtësisë.